Kjo video shkon ekstra përgjithësi ngushlime, ty dhe këtë familje se këtë popullit shqiptar. Më vjen shumë keq i ku postu këto video për shkak po dishta është me tregu sa njerëz pa shpirt ka sot thjesht ka shqiptar, sot pa bezë ka shqiptar. Ngushlimi inshallah vllajë në xhenet. Po kjo është një dhimbje shumë e humbje për këtë shqiptar, domethënë që një fëmijë humb jetën edhe shqiptar tjerë dalin keshën, shojnë, ofendojnë, lëndojnë. Më vjen edhe shumë vështirë dhe keq që ku postu këtë video. Po dishta më kallëzu shqiptar vonon botë sa njerëz të thjesht gjak pirsa ka, shqiptar të thjesht shqiptar pa bezë, shqiptar që s'kan fytyrë dhe s'kan si besojnë Zotit, si tutën Zotit. Inshallah Allah i dënon onon botës, jo me dokumentet këshia, me do senet vështa, me do senet poshtra. Allah ju dënon familjarisht. Po jo dhe jeni dënum se jeni njerëz të dëgjuar, jeni njerëz pa moral, pa fytyrë, dhe njerëz që s'ka moral dhe s'ka fytyrë, spritet mirë diçka për tjetër. Falënderoj Zotin që më jam shumë mirë. Po bëhet se 5 ditë jam e kundërprer, ja kam nisë dhe një terapi e bëj. Për shkak alkoolit, për shkak të senet që më pëngojnë mu. Edhe domethënë pritet çdo ditë mirë e më mirë. Falënderoj Allahun edhe Zotin që unë jam shumë mirë. Ju falënderoj këtë supportuesve, këtë njerëz të mirë, ju rujt Zoti familjarisht. E këta njerëzit e këta që shkruajnë komente, bojnë që si senesh edhe shojnë, ledojnë, ofendojnë. Mos u merrni me ta se